e kundërshton në këtë lloj forme, atëherë dhe qeveria ndryshon dhe reflekton. Në parim këtë drejt. Po, jo në parim. Kjo është në parim, në logjikë dhe në politikë, kjo që po them unë. Dhe ne jemi sistem pluralist, po kundër sistemit është protesta, se ka një debat, se ndoshta ma bëje si pyetje, po kundër sistemit qeverisjes. Mënyra si qeveriset është sistem. Po kur thirrja vjen në unison Rama në burg, Berisha në burg? Jo, nuk ka thirrje në unison, mos bëjmë spekulime, mos nxisim spekulime, se nuk dua të ve para opozitës që po bëni spekulime, mos nxisim. Thash që protesta ka grupime të ndryshme, ka dhe grupime politike që patjetër janë forca që duan përfitojnë nga çdo pakënaqësi popullore. Çdo opozit e ka këtë lloj tendence. Nuk është se ata po bëjnë gabim fatal në raport me veten. Ata janë arrivist që duan që të kapin sa më shumë mbështetës nga ana e partive tradicionale, sepse elektorati në Shqipëri është i ndarë më shumë tek partitë tradicionale dhe shtyjnë dhe spinojnë të bëjnë opozitën e opozitës. Sepse nuk mund bëhet protesta që është opozitare, nuk mund të bëj protest kundër opozitës. Opozita. Në formë e lexon Partia Demokratike? Kur themi opozita, opozitat janë qytetare që kanë formën e opozitës politike. Nuk janë opozita politike që zbresin dhe bën opozita qytetare. Pra, kur përcaktohet dikush që forcë politike që është në opozit, është sepse janë qytetarët në opozit me qeverisjen. Pra, ka një pjesë madhe të qytetarëve që janë në opozicion. Kur shtresa dhe baza e qytetarëve që janë në opozicion shtohet, normal që mund të ketë dalje politike të ndryshme, përfaqësime politike të ndryshme, por që opozita tradicionale është aty dhe ka rolin e vetë. Pra nuk mund të devijohet nga qëllimësia protestës, përmbajtja e saj, nga grupet saktuara që dalin dhe bëjnë dhe një parullë, se ja kam thënë dhe dikujt, mund tonë dhe poshtë Luciano, mund dali dikush e ka dëshirë, por kjo nuk përcakton thelbin e protestës që është kundër nesh. Pse nuk e shohim Partinë Demokratike, ose thënë ndryshe të ta riformuloj pyetjen? Ta çoj deri në fund. Pra, protesta është kundër qeverisë. Tash, ky është emëruesi i përbashkët. Në këtë emërues të përbashkët, ndërmjet shumë grupeve mund të ketë dalje, dikush thotë që ca janë sorosian, ca janë të shoqërisë civile, XY, ca pasqyrojnë interesa, secili nga ato ka dëshirën, drejtën të ketë një parull të caktuar. Dikush vjen aty se nuk i ka pëlqyer historia 35 vjeçare, por shumica janë se nuk i pëlqen historia 13 vjeçare. Se nëse bëjmë pastaj analiza politike, themi 35 vitet, hajde të bëjmë sa vite ka PS-ja dhe sa vite ka PD-ja. Nëse rrim të retorikë, pse një kontingjent i rëndësishëm i kësaj proteste nuk ju bashkohet në protestat kombëtare që janë më të organizuara, më të strukturuara, që organizon Partia Demokratike? Bashkohen ato me ne, po është diferenca e pikpamjes politike, sepse aty ka dhe të majtë brenda të zemëruar, apo jo. Ai nuk mundet të atashohet publikisht në një protest djathtë. Është shpirtërisht me ne, sigurisht se e ndjek nga televizioni. Pra, atashimi me një protest nuk është vetëm të jesh prezent në një protest. Është mënyra si ti e percepton protestën, si e përcjell në vetvete edhe si ke prishmëritë. Domethënë, dikush që është me protestën pret që ajo të arrijë qëllimin e saj final me largimin e Ramës. Mund të jetë dhe i majtë ai që e ka këtë lloj dëshire, por ai është me protestën. Pra, grupet caktuara nuk vinë edhe për arsye ideologjike të vogla, se kur flasim për ideologji duket sikur dalim në një fushë shumë superiore. Ideologjia është edhe akte, si e shprehti, është edhe i qëndrim për problemet caktuara, për ambientin, për investimin, për shumë element tjerë. Ka të tjerë pasaj që kanë qenë protesta të Partisë Demokratike, vazhdojnë tjenë dhe besojnë tek protesta që ajo ka rezultat dhe është elementi kryesor i mënyrës se si funksionon opozicioni në demokraci. Jo si funksionon demokracia, se këtë teze hetë Rama, jemi në demokraci. Jo, si funksionon opozita qytetare. Po këtu duhet ketë një gjë. Kjo është mënyra si funksionon opozita. Po duhet gjej mënyrën si funksionon qeveria, se kur ka dalje në rrugë dhe pranohet nga shtresa, nga njerëz të ndryshëm, nga të majtë të dëshpëruar, nga njerëz të zemëruar, do thotë që gjithçka nuk shkon mirë. Pra s'mund të justifikosh, ka dalë opozita, ka thirrë njerëzit dhe hamëse atë punë kanë ato se janë opozit. Jo, ka dalë populli, kanë dalë njerëzit. Dhe nuk ka rëndësi numri se
shoh që Jo numri ka rëndësi, se po shohim Rama i referohet, klasifitet. i referohet numrave, Rama, tha, nuk e kam, është shumë masive, i referohet votave, thotë, unë ka marrë kaq vota dhe 500.000 dalin shesh, unë nuk largohem, jo, po s'është ajo domethënia e protestës. Domethënia e protestës është një lloj pakënaqësie që ka një shtrat shumë më të gjerë se sa ato njerëz që dalin aty se dihet pengesa, mundësia, mos harrojmë që protesta ka jehon ndërkombëtare. Deri në Australi ka pas protesta. Vazhdojnë edhe sot kanë vazhduar. Gjë që tregon është e pandalshme, gjë që tregon që duhet ketë një konkludim protesta. Mbetet për të jo parë konkludim i shtyr, i spinuar. Në dinamik. Boçi, më qëndro tek një element shumë i rëndësishëm, kemi parë faktorin opozitar që është bërë pjesë e protestës, indirekt apo direkt është bërë pjesë e protestës.